Punimet për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në Vlorë vijojnë të mbeten të ndërprera, ndërsa shqetësimet e banorëve që jetojnë përgjatë tij poshtohen dita ditës. Procesi është bllokuar për shkak të disa objekteve, të cilat duhet të prishen dhe që më herët duhet i nënshtrohen procedurave të shpronësimit, duke bërë që ndërhyrja në kanal të mos përfundojë ende. Një nga zonat më problematike është lagja Kushtrimi, pranë televizionit 6+1 Vlora, aty ku një pjesë e kanalit është lënë e hapur pas heqjes së blloqeve të betonit. Sipas banorëve, blloqet u hoqën për t'i hapur rrugë pastrimit të kanalit, por tashmë prej javësh puna është ndërprerë dhe segmenti vazhdon të mbetet i pambuluar. Banorët shprehen se situata është bërë tepër e vështirë për shkak të erës së rëndë që përhapet çdo ditë, ndërsa prezenca e mushkonjave është shtuar ndjeshëm. Ata thonë se jetesa pranë kanalit është kthyer në shqetësim të vazhdueshëm, duke ndikuar jo vetëm tek familjet të cilat jetojnë në pallatet pranë, por edhe tek banorët e banesave të ulta përreth zonës. Sipas tyre, mungesa e ndërhyrjes për një kohë të gjatë rrezikon jo vetëm përkeqësimin e situatës higjieno-sanitare, por edhe probleme të tjera për shëndetin e komunitetit. Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme, të paktën për mbulimin provizor të pjesës së hapur të kanalit deri në rifillimin e punimeve. Ata theksojnë se problematika bëhet edhe më shqetësuese me afrimin e sezonit veror, kur temperaturat e larta dhe shtimi i lëvizjeve në qytet mund ta rëndojë edhe më tej situatën. Ndërkohë, banorët kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe një afat konkret për rifillimin e punimeve, pasi sipas tyre, lënia e kanalit të hapur për një periudhë të gjatë po krijon vështirësi serioze në jetën e përditshme të komunitetit.